parën vazhdojmë që ta përgatisim krimin dhe mbushjen e kësaj ëmbëlsire. Fillimisht njën më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 250 ml krem pona ose hoplla, por ju lutem që ta përdorni direkt nga frigoriferi, në këtë mënyrë do t'ju trashet më shpejt dhe kremi do të mbetet më i fortë. Tani vazhdojmë dhe brenda të shtojmë 3 lugë gjelle me sheqer pluhur. Vazhdojmë dhe e rrahim me mikser për 3-4 minuta derisa të formohet një krem i mirë dhe i trash. Vetëm në 2 minuta kremi është trashur në mënyrë perfekte. Ky është rezultati kur kremin hoplla e përdorim të ftoftë nga frigoriferi. Tani vazhdojmë që brenda ta shtojmë salcën e kosit, ajk, shmand, pavllak në vende të ndryshme e thirrni me emra të ndryshme, por është ajo salca e kosit, e cila është pak e tharët. Në këtë recetë përdorim salcën e kosit, nuk e përdorim kremin e djathit si në cheesecake-at e zakonshme, sepse kjo është një ëmbëlsirë pak më e lehtë, më verore, për atë arsye e shtojmë salcën e kosit. Përzijem me mikser edhe një herë derisa të lidhen dhe të bëhen bashkë. Në total, salcë kosi kam shtuar 180 gram. Kremi është gati. Një krem aq i mirë, aq i lehtë në përgatitje. Tani do të kemi nevojë për pak qumësht ftoftë dhe biskuta me shije çokolate. Në total do të përdorim 200 gram. Nëse nuk mund të gjeni me shije çokolate, mund të përdorni edhe ato që janë me ngjyrë të bardhë. Tani, secilën biskut e fusim në qumshtin e ftoftë vetëm për 1 sekond, jo më shumë, dhe vazhdojmë i rendisim këtu rend tek nylon folia. Pasi kemi renditur biskutat dhe unë kam shtuar 4 me 5 rinda, vazhdojmë tani që brenda të shtojmë kremin që e përgatitëm më herët. E shtojmë një herë me lugë, pastaj do ta përhapim për sipërfaqen e ëmbëlsirës. Tani me kujdes e përhapim për sipërfaqen e ëmbëlsirës. Tani, në njërin skaj të ëmbëlsirës, e vendosim një banane. Dhe me kujdes, me ndihmën e nylon folisë, vazhdojmë të mbështjellim ëmbëlsirën. Si kemi edhe në formën e roles, ëmbëlsirën e vendosim në frigorifer që të pushoj 1 deri në 2 orë të shtrëngohet mirë, dhe pastaj është e gatshme edhe për ta shërbyer. Dhe tani që ëmbëlsira është shtrënguar në frigorifer për 1 orë, aq kisha kohë, unë nuk mund ta pritja më gjatë, në një enë kam shkrir 100 gram çokoladë, por çokoladën e kam shkrir në avull. Pasi është shkrir, lejojmë që të ftohet 5 minuta para se ta hedhim sipër ëmbëlsirës. Ti shtoni çokoladën, shtoni lehtë, fëstëk të bluar ose ara.